Dhe tani kemi në lidhje Bekim Aliqin, me të cilin do të lidhemi direkt. Përshëndetje Bekim, faleminderit shumë që je sonte me dëgjues edhe me neve në përgjithësi. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Na fal që jena qyshjena sot në kerr. Ja, u tregove korrekt. Sa i morën pustimet. U tregove korrekt, halal. Shumë faleminderit për ftesën. Po më intereson me ditë që shumë e jetu në Tiranë, valla. Po fillimi është pak i vështirë, me tregu drejt. Po normal, fillon një herë dhe mu ambientu. Kështu që nuk është ndonjë farë diferencë shumë e madhe, po problemi kryesor për neve është ushqimi. S'u përshtatesh me ushqim. Është problemi kryesor, po. Po jena ambientu edhe me ushqim. Kështu që është mirë. Jeta. A ki edhe dikon familjes me veti Bekim apo jeton komplet i vetëm me bashkëtorët? Në Tiranë jetoj vetë, që 3 vite kështu. Normal, kena krejt lejtarët jena ofër njëri tjetri me shtëpi. Domethënë që me shtëpi me qëro. Po jetoj vetë. A ma mirë në Prishtinë në Tiranë? Me të kazë. Njëjtë. Prishtinë pëlqen ma shumë puna e shoqënisë, familja. Po ti kisha poza ne besoj që në Tiranë i shkon ma mirë. Nuk ja lën keq pra edhe Tirana, ha? Nuk ja lën keq edhe Tirana. Është vend që nuk bëhet monoton asnjëherë, ka shumë zgjidhje. Kur vjen puna për më ardh në Prishtinë, çka të merr malli më shumë ti? Për ushqim, të thash, më shumë ti për ushqim edhe për shoqëni. Ushqim, shoqëni. Karriera të ka ecë për mrekullin në Shqipëni gjatë këtyre viteve sa ke bo atje karrierë. Kalimit e Dinamo City. Si erdhi puna me kalut e Dinamo City? Ke qenë të Erzeni? Po, mas pari kom pas qef gjithë për me luajtur kampionat shqiptar. Për shkak se prej i ri kom mendu që më përshtatet më shumë futbollin në Shqipëni se në Kosovë. Edhe transferimi te Dinamo ka ardhur për shkak performancave të Erzeni. Edhe pse ka ndodhur pak me vonesë, se me thon drejt kom pas në Bundesliga të Austrisë me nga Erzeni. Po, për shkak performancave statistikave që kom pas të Erzeni që për një mbrojtës gjatë kanë qenë diçka wow në kampionat shqiptar, se dihet që në kampionat shqiptar është shumë vështirë me bë gola. E vërtet. Edhe si sulmues le mos i mbrojtës. E vërtet. Edhe kemi prit deri gati në fund merkatos ashtu. Edhe pastaj normal, dihet Dinamo çfarë ekipi është, profesionalizmi tu fillu prej presidentit, stafit. Ka qenë zgjidhja vetme që e komenu për kampionat shqiptarës e të Kosovës për me vazhdu të Dinamo. Po, nëse nuk zgjedh me dal dika jashtë. Po, do të thonë kom pas, nëse vazhdojmë vetë këtej, ka qenë vetëm Dinamo. Do të thonë u kon ofertë në tëna aspekte që nuk refuzohet. 2025 e fitoni fillimisht kupën, edhe tash sfundmi e fitoni edhe Superkupën, edhe pash të paktën dhënat që kanë Superkupën herën e fundit Dinamo ka fituar në vitin 2007-2008. Po, sakt. Sa ka pas domethënie kjo për klubin, po edhe për ty në përgjithësi, pasi kjo ta dëshmon që lëvizja ka qenë e duhur. Po Dinamo është ekip me shumë traditë dhe është ekipi i dytë më i titulluar në Shqipëri, me një mas Tiranës. Edhe për shkak problemeve që ka pas vitit 2010 ekipi i Dinamos, me ardhin e presidentit Ardian Bordhi, Dinamo ka filluar gradualisht me një plan, me një strategji që jo direkt me bum. Po. Edhe mas pori kon finalja e kupës, që nuk e di sakt sa vite, por ka pas shumë vite që Dinamo ka munguar finalet një kupës. Edhe tash ka qenë Superkupa që nëse s'ka bëj është veç e treta që e fiton Dinamo. Po, është e treta. Është e treta që e fiton Dinamo, edhe ka pas shumë rëndësi. Ka pas shumë rëndësi si për presidentin, si për neve lejtarë, si për stafin. Ç'është është realisht presidentin qasje me futbollist? A keni kontakt me ta? Vjen ju vizitua, bisedon me juve? Po, është njëri shumë i qetë, shumë pozitiv.
Domethënë është i gatshëm për neve për çdo send, domethënë është nga për ata njerëz që na herë harron që është president. A ki nevojë për diçka? Harron sporti nuk është vetëm sporti me kon mirë edhe një jetë përditshme. Vjen stërvitje, vjen para ndeshjes, mas ndeshjes, veç fjalë të mira. Është shumë, jena shumë e fatë që e kem, edhe ushtofshin presidentat si ajtë të çdo ekip shqiptar. Do në zamën nuk ka më mirë kur lojtarët fillojnë me fol për presidentin me këto fjalë, se kjo tregon pastaj edhe për përkushtimin që ju jepni në fushë edhe për vlerësimin që e keni për ekipin, ju bën më u lidh me ekipin më shumë. Po, për një është një qasje mes veti, domethënë është një bashkëpunim president staf lojtar që unë nuk e kam po më herë. Domethënë është një frym pozitive në grup, që mendoj që është edhe Chelsea kryesor i sukseseve të Dinamos. Po të drejt, kupën e Shqipërisë për herë të fundit skuadra Dinamos e pas ka fituar në sezonin 2002-2003. Shumati, ja? Shumati. Po, ki edhe bashkëtar tjerë nga Kosova aty, si keni arrit me gjetë veten mesin e tyre? Sa keni arrit me bashkëpunu? Normal, është një e mirë që shembull te Dinamo nuk ka shumë dasi. Kosovës, Shqipërisë, Brazilit. Po jena krejt bashk. Normal që unë për shembull kur kom marrë Dinamo e kom pos batonin ato. Sakt. Edhe më ka ndihmuar mua ambientu, më lidh më shpejt me grupin. Edhe ta te Dinamo ka orë Neziri, Fatuni Neziri, Hekuran Berisha, që e kom posë unë për detyrë minimu ata me... Ato që ka bo batoni për ty të ke... Ma shpej me grupin. Po, sakt. Bët fjallë për dy futbolist për ndryshë jashtëzakonisht mirë edhe Fatoni edhe Hekurani, jashtëzakonisht talentum që të dy, edhe kemi pa që janë aktivizu. Po lidhja me trajnerin Ilir Daja. Cila është? Ja me trajnerin është si me çdo lojtar tjetër që e ka ai, është lidhje jashtëzakonisht profesionale. Me thonë drejtën, unë kur kom marrë Dinamo ka ardhë profesori në gjyrën e tretë. Edhe me njëherë filloj si të mbërtit pak. Boja kështu edhe thasha përdin. Unë nuk isha pos shumë informacione për trajnerin, pse ka pos shumë shokë mi që kam pos trajner. Edhe mund master vitës ta përderisa tha e më du të bërtit. Tha dje që i ki punë shumë mirë. Tha qa di që nuk bërtas, ta hajde pytëm tha qa ka buhet. Edhe me njerë fillova mu liru, se nuk e desha 2-3 stërvitit e pora ishin veç. Edhe tha shka po më bërtet ka shumë. Edhe tha mund ma stërvitit se e po që u sigur u stresova dy qysh. Tha përderisa ta bërtas, tha dje që ki shumë potencial. Po nuk bërtita tha hajte në zyra, tha pëtëm tha qa ka buhet, se nuk i ki punë të mirë. Nuk e ki punë të mirë. Nuk e ki punë të mirë. Po për një me, më ka një mu jashtëzakonisht shumë. Ka një mu jashtëzakonisht shumë. Në krahasim me trajnerat që ke pas gjatë karrierës, ke pas kogja, çka e dallon Dajën sipas teje për kësaj përvojës që ke pas deri tash? Është pyetja që më bëhet mas shumëti. Po, nashta duket dyqysh pa lidhje, po ne e dalloj ato me çdo sen. Me çdo sen, tu fillu prej analizës që e bojnë para stërvitjes, edhe pse jam pak në herë na duke më në tonë kështu për momentin që ki sukses, thu ma mirë që po i bojmë. Sakt. Pastaj fillon stërvitja, ritmi stërvitje është shumë i nolë. Janë detajet, analiza taktike, taktikat, rrugët e dolës topit që na herë, do me thonë, në loj veç ki me lujt, edhe me sy mshel, ku e ki lejtarin, ku e ki hapësirën bësh, do me thonë, ta bën futbolin shumë thjesht. Krejt që ka duhet është me ngu ato me shumë vëmendje. A bëhet nervoz kur i dalin prej taktika, prej detyrave që e ka dhënë futbollistëve? Nervoz nuk bëhet, e ka që rrën shumë i qetë me lejtarët, po normal është strikt te kjo pjesë.
do me thonë janë këto tradicionet pozitive, negative, këto që i shohë në analizë dhe ato që kërkon me bo, do me bo ato. Do me thonë, thëtë, nëse do një me lujt, do në më përshtot me manover, do në më përshtot me 10 shuk të tjerë të ekipet. Do me thonë, ka shumë lejtarë të mirë që në fillim nuk e morin minutarën sa duhet veç për shkak manovrës, për shkak taktikës, deri sa e kupton. Si vjetë keni provu edhe i keni provu edhe garat evropiane. Sa jeni do të kënaqur me përvojën? U kom përvojë jashtëzakonisht e mirë, edhe pse më me thonë që e na kom pak pa fan short. Po, e vërtet. Se pak pa fan short edhe ndodhen transferimet e dy lojtarëve kryesor. Në momentin më të keq. Po, në momentin më të keq, edhe i të do edhe Zabër gjatë dytë në play-off është desh më liru nga klubi. Sakt. Se u konë marrëveshje ashtu, po për një me u konë një super experience, u konë një diçka e pa besueshme, thjesht ato e kena kuptu se ka futboll në Shqipëri, ka futboll në Kosovë, nuk ka diferencë mes lojtarëve, edhe u konë desha me Hajdukun 1-3, që fitojnë 3-1 në Tiranë. Dhe me thonë, ato e kena kuptu që tu villu prej trajnerit që u konë dhe me thonë dominim total taktikisht në çdo aspekt, ritëm taktikisht prej Dinamos, dhe e kena kuptu që nuk ka shumë diferencë, thjesht. Edhe pastaj Batoni është desh me ik, Kitad është desh me ik, mas asoj ndeshje, ndodhi lëndimi i kapitenit Brunit ditës. Po. Nuk pat ke kohë shumë e shkurt për transfere, edhe nëse nuk ka bëj dikon pa 5-6 lojtarë kena lujt në Poloni, ndeshjen e parë me Jagiellonian, ekip shumë i fortë. Edhe ka qenë pothuajse e pamundur me bëu diçka më shumë për një skuadër që po flasim për 5 mungesa kryesore. Ka qenë thuajse e pamundur edhe sidomos me një ekip si Jagiellonia që u konë një lojë identike Dinamo Jagiellon, dhe me thonë edhe ata e bënin thuajse lojën tonë, thuajse edhe formacionin i shkon thuajse i njëjtë me tonin, do mënyra e pressingut e këto kur pashun analizë që e bënin shumë gjashëm. Edhe ai futbolli, do me thonë thuajse i njëjtë, do me thonë ekip shumë i fortë, plus ne me mungesa ato ishin komplet. Plus venda stadium të aty në ndeshje e parë. U konë shumë e vështirë ajo ndeshja e parë në Poloni. Po si vjetë në kampionat rangonin pozitën e 3, para juve qëndron Elbasani dhe Gnatia. Sa është i vështirë këtë sezon? Pik krejt ofër. Është kampionat shumë i fortë. Është kampionat shumë i fortë që ekipa mbrohen shumë mirë, sidomos taktikisht janë nivel jashtëzakonisht mirë këtë vit. Është kampionat shumë i vështirë, po na thojmë që nuk varet kur prej kundërshtarit. Varet na se sa jena në formë, sa jena në deton, qysh e morëm ndeshjen me se rezultat normal që mundon 100% çdo ndeshje me marr. Po kena pas edhe pak pa fat, me lëndime, se për shkak të ndeshjet në Europë, që kanë shumë pastaj me njëherë kampionati, ngarkesë fizike, pastaj edhe rikuperimi të ne, sado që janë kushtet e kompleksit Dinamos, prap nuk janë komplet, se është akoma është tu e ndërtu. Edhe kena shu pak pink fillim, po e kena morë vetën, edhe besoj që nëse vazhdojmë me këtë formë, me këto paraqitje që kena bërë këtë ndeshjet e fundit, qëllimi Dinamos është kampion, se mundësit janë. E kena po edhe në lojtë direkte me kundërshtar tonë, e po me tash finale që Superkupës që lojtë me ekipe më të mirë tash 2-3 vitet e fundit e Gnatian që është ekip shumë i fortë. Kështu që besoj edhe shpresoj që kena me post performanca shumë të mira dhe me arrit me fitu edhe titullin kampion, se edhe që ato metën pa fitu një. Edhe që ajo ka met. Edhe që ajo na ka met. Do tjera ti morëm. Bekem, faleminderit shumë për kohën që këndo për neve, se di që ke rrugës tash i ardhur për Shqipërisë, edhe kjo ardhur me pa të afërmit, shokët, familjen,
Unë të uroj shumë fat në vazhdim të kampionatit edhe po ashtu gjithat mirat për ty dhe familjen për vitin e ri. Shumë vajmëdej për ftesën, gjithashtu edhe unë për juve edhe shihem kismet.